Në një kohë që Departamenti Amerikan I Shtetit ka ngritur alarmin për pastrimin e parave të narkotrafikut në Shqipëri, ku sektori preferuar është ndërtimi, kryeministri I vendit Edi Rama del në media dhe reklamon rritjen e çmimit të pronave. Ndërkohë revista ekonomike Monitor, në një studim të publikuar këtë të mërkurë, evidenton se blerja e një apartamenti në kryeqytet është bërë një mision I pamundur për shumë individ që I sigurojnë të ardhurat e tyre përmes pagës si në sektorin privat ashtu dhe në administratën publike. Çmimet e apartamenteve vitet e fundit janë rritur me ritme shumë më të shpejta se sa pagat, duke zgjatur shumë kohën që duhet punuar për të blerë një shtëpi. Në vitin 2014, një apartament kushtonte mesatarisht 820 euro për metër katror, teksa paga mesatare ishte rreth 51.000 lekë. Pra, një apartament 70 metra katror kushtonte rreth 56.000 euro. Në vitin 2024, çmimi mesatar I një apartamenti në Tiranë ishte 2.100 euro për metër katror, ose gati 3 herë më I lartë se një dekadë më parë. Një apartament 70 metra katror kushton 147.000 euro nga 56.000 euro të një dekade më parë, ndërkohë që paga mesatare është vetëm 66.000 lekë. Për të blerë këtë apartament, tashmë duhen gati 19 paga vjetore reale bruto, ose gati 6 vite më shumë se sa një dekadë më parë. Në praktik, kjo do të thotë që një iri ose një familje që mbështetet vetëm në të ardhurat nga puna e tyre, ka gjithnjë më të vështirë që të blejë një shtëpi. Pabarazia midis ritmit të rritjes së çmimeve të banesave dhe rritjes së pagave po thellon problemin social të strehimit, duke I shtyrë shumë qytetarë drejt Qiras Afagjato ose drejt emigracionit, ku mundësitë për të blerë një shtëpi janë më reale. Një faktor I rëndësishëm që ka fryrë çmimet ka qenë dhe ekonomia informale, si pastrimi I parave apo kërkesa e lartë që vjen nga paratë e korrupsionit.